Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, ja kur I takuam sërish në ciklin emisione Si do sillemi. Jemi me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj, mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se jeni. Hoxhë nderuar, sot do flasim për një temë shumë enigmatike, ajo është si të sillemi ne me gjindët, pra me këto krijesa kaq misterioze dhe natyrisht lind pyetja, domethënë pse quhen gjind dhe çfarë na thot Islami për këto lloj krijesash. Bismillah, para me emrin e Zotit. Sidomos kur flasim për gjindje duhet përmendim gjithmonë emrin e Zotit. Allahu xhelalu në Kur'an ka treguar se ka edhe qenie të tjera përveç njeriut, nga ato qenie që ne nuk I shohim. Edhe besimi në ekzistencën e gjindëve është normalisht I pashmangshëm për të quajtur besimtar. Pra është kusht që të quhesh besimtar të besosh në ekzistencën e gjindëve, sepse Zoti I Madh një kapitull në Kur'an ka zbritur pikërisht me këtë le të themi me këtë emër gjindët ose xhinët, suratul Jin. Kështu që ekzistojnë edhe Zoti madje tregon në Kur'an se si grupe gjindësh vinin tek profeti alayhis salam për të dëgjuar Kur'anin, apo më vonë si tregohet në hadithet e pejgamberit alayhis salam se si vinin në Medinë dhe mësonin Islamin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ka shumë transmetime se si pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam shkëputej nga shokët e tij për orë të caktuara, I mësonte gjinëve Islamin, Kur'anin etj. Dhe pastaj kthehej tek shokët e tij siç ka për këtë transmetime të sakta. Pra ekzistenca e gjinëve është le të themi pjesë e besimit në ghaib. Ghaib do thotë besimin në të fshehtën. Pra siç besojmë në profetët, siç besojmë në engjëjt, siç besojmë në Zotin që është xhenetin, xhenemin, besojmë edhe në ekzistencën e gjinëve. Mohimi I ekzistencës së gjinëve është mohimi I Kur'anit, është mohim I profetit alayhis salam, mohimi I Islamit. Pse? Sepse ai që njoftoi për ekzistencën e gjinëve është Zoti nëpërmjet Kur'anit, Zoti nëpërmjet profetit alayhis salam. Kështu që nuk është komoditet të besosh në ekzistencën e gjinëve, por është domosdoshmëri dhe kusht prej kushteve të besimit. Domethënë, njeriu nuk mund të quhet besimtar derisa të besojë edhe në ekzistencën e gjinëve. Pse? Sepse Zoti I ka përmendur në Kur'an. Gjindët janë krijesa të Zotit, të krijuara nga zjarri. Pra le të themi siç thot hadithi I pejgamberit alayhis salam, me lajket janë krijuar nga drita, nga nuri, gjindët janë krijuar nga zjarri, njeriu është krijuar nga ajo që ju është treguar, pra ka treguar Kurani se si është krijuar njeriu nga balta etj. Dhe janë krijuar kafshët nga uji. Le të themi, kjo është baza e krijimit të krijesave të Zotit, drita, zjarri, balta njeriu dhe uji për sa I përket kafshëve. Dhe kështu Zoti I Madh ka krijuar gjithë gjallësat e tij në këtë lloj forme. Atëherë gjindët janë krijesa që ne nuk I shohim. Ka thënë Zoti në Kur'an, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Ju shohin ata juve, por ju nuk mund të shihni. Pra ne e kemi të pamundur, pra flasim për njeriu normal, nuk po flasim për njeriu në smur, nuk po flasim për njeriu me magji, nuk po flasim për njeriu me mësysh, po flasim për njeriu normal. Njeriu normal e ka të pamundur të hetojë botën e gjindëve, pavarësisht se gjindët e hetojnë njeriu. Dhe pikërisht e kanë marrë këtë emër gjin, pra në gjuhën arabe, sepse siç thuhet në atë që quhet fiqhul lugha në gjuhën arabe, ose si më thën interpretimi kuptimor I gjuhës arabe, në çdo fjalë në gjuhën arabe që ka shkronjën gjim apo nun, gjim edhe nun, xhn, nën kupton diçka që është e fshehtë ose e padukshme. Dhe nga kjo vjen edhe le të themi xhenin. Xhenin I thon foshnjës në barkun e nënës, sepse është nuk duket. Xhenet, diçka që nuk shihet. Xhenem është diçka që nuk shihet. Gjind, edhe kjo vjen pikërisht pra në këtë kontekst që është diçka që nuk shihet nga njeriu, pavarësisht se ekziston ose pavarësisht se ne mund ta hetojmë në jetën tonë, sidomos le të themi ata njerëz që janë prekur nga magjia apo nga mësyshi apo hoxhallarët e specializuar të këtyre fushave që normalisht hetojnë gjatë rukjes, gjatë yshtjes, pra këndimit të Kuranit apo lutjeve profetike, normalisht që hetojnë pra prezencën e tyre apo ekzistencën e tyre. Hoxhë nderuar, ju thatë shumë bukur që gjindët janë krijuar prej flakës, por ndërkohë domethënë në historinë e njerëzimit, pra që në momentet e krijimit të Ademit alayhis salam, vjen historia midis Ademit dhe Iblisit, dhe në Kur'an thuhet që Iblisi ishte nga gjindët, ndërkohë disa grupe sektare ose dhe fe të ndryshme e konsiderojnë atë engjëll. A është Iblisi ose ai që quhet Satanai, shejtani I madh, a është ai prej engjëllve apo është prej gjinëve?
Atëherë drejqi apo shejtani nuk ka dyshim se është prej xhindëve sipas ajetit kuranor. Thot Zoti i Madh, illa iblise kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih. Thot përveç iblisit, pra të gjithë janë Zotit në sejdë, përveç iblisit sepse ishte prej xhinëve. Tani, normalisht që ka pas debat, domethënë dikush thot, ore, nëse ky do ishte prej xhinëve, atëherë pse u urdhërua ky ndërkohë që Zoti urdhëroi me lajket? Urdhri i Zotit kur vjen në një bashkësi i përfshin të gjithë. Pra duke qenë se iblisi me adhurimin e tij, djalli me adhurimin e tij dhe përkushtimin e tij kaloi, le të themi, fazat e ngritjes derisa kaloi në botën e engjëjve. Pra, si më thënë, në atë kohë, ligji dhe rregulli i Zotit ishte, sa më shumë të adhuronte njeriu, aq më shumë ngrihen në shkallë dhe në grad, dhe grada më e lartë e devotshmërisë dhe përkushtimit që mund të arrinte dikush ishte të futej, le të themi, në bashkësinë e engjëjve. Dhe kështu iblisi, domethënë kohë mas kohë, herë mas here, domethënë e rriste normën e tij të adhurimit dhe përkushtimit, derisa kaloi fazën e vëllezërve të tij dhe bashkësisë së tij xhin dhe u fut në botën e melajkeve, pra e përfshiu urdhri sepse ishte në botën dhe në bashkësinë e melajkeve, jo se ai ishte prej melajkeve. Kështu që ne muslimanët besojmë se iblisi ose drejqi ose shejtani ose satanai i është prej xhinëve, është pra botë tjetër, nuk është nga bota e melajkeve. Pse? Sepse melajket, thot Zoti në Kur'an, nuk kundërshtojnë urdhrin e Zotit, i binden Zotit për çdo gjë që ai thot. Pra është komplet natyrë tjetër dhe shejtani apo djalli i mallkuar është komplet botë tjetër. A janë edhe gjinde sikurse edhe njerëzit, domethënë të ndarë në popull, në fise, në kombe, a flasin ato në gjuhë të ndryshme dhe çfarë tiparesh kanë ato? Për sa i përket tipareve, po e filloj nga kjo e fundit, është e pamundur që ne të kemi domethënë një informacion të saktë, por ne kemi një informacion të përgjithshëm, sepse unë tham edhe më herët, pra është botë e cila nuk është e menaxhuar nga mundësia e perceptimit të njeriu normal. Për këtë arsye, edhe të smurët me xhinxhën që shohin gjarprinj apo që shohin minj apo që shohin ku e diun qen apo që shohin xhin nga format më të ndryshme, faktikisht nuk është e thënë që të shohin origjinalin, sepse xhindet kanë edhe aftësinë e transformimit. Pra mund të mos jetë ashtu siç e sheh njeriu, pra frekuenca syrit tonë nuk e kap, do të qenin origjinale, shikojnë shëmbëllime. Shëmbëllimet e tij ose transformimin që ai mund të mori për tu perceptuar nga syri i njeriu. Por Zoti na ka njoftuar në Kur'an se ka prej tyre e farit do të thotë shkalla më e shkatët dhe më e shpejtë ose raca më e shkatët që mund të ekzistojnë në botën e xhinëve. Dhe ka prej tyre, domethënë, që zhyten, ka prej tyre që fluturojnë dhe ka prej tyre që jetojnë si, le të themi, si botët e kafshëve, pra në të njëjtën mënyrë siç jetojnë botët e tjera. Ndërsa për sa i përket ndarjeve të tyre, normalisht ato pra, se ka edhe për atyre meshkuj, ka edhe për atyre femrat, ato shtohen, pra nuk janë si me lajket, gjithmonë me lajket nuk shtohen, nuk kanë, ndërsa xhindet shtohen. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni. Mos i merrni xhindet dhe pasardhësit e tij ose trashëgimtarët e tij të dashur dhe miq përveç meje, thot Zoti. Pra vetëm me Zotin duhet me pas punë, edhe jo me këta të tjerët. Normalisht edhe ato kanë ndarjet e tyre. Sipas asaj që un kam lexuar dhe studiuar, dietarët e Islamit ton, xhindet janë në atë mënyrë të organizuar kopje nga njerëzit. Pra, si më thënë, siç janë njerëzit ndarë në tokë, le të themi në fe, në besime, në raca, kështu, edhe e njëjta gjë funksionon edhe tek xhindet. Pra, më shumti ata ndikohen prej njerëzve në ndarjet që ata bëjnë mes veti. Edhe Zoti e thot në Kur'an: "Wa minna salihuna wa minna duna dhalik, kunna tara'iqa qidada." Ka prej njerëzve, ka prej neve, thon xhindet, të mirë dhe ka prej neve të këqij. Faktikisht edhe ne jemi të ndarë si më thënë, edhe ne jemi lloje të ndryshme ose ndarje të ndryshme. Pra edhe ata mes veti kanë lloje të ndryshme, kanë forma të ndryshme. Po që ndryruar për nga dallon shejtani me xhinin normal. Pra shejtani i cili ka në vetveten e tij atë të keqen e përhershme me xhinin normal, nga dallohen. Atëherë xhindet janë si racë, le të themi si një bashkësi e tërë, ndërsa iblisi është i pari i tyre, i pari që ka krijuar Zoti, siç është krijuar Ademi nga njerëzit, i pari i xhinëve është krijuar
iblisi. Pra, siç themi ne për Ademin alayhis salam, i njëjti pozicion është tek iblisi, por më vonë do të thonë ai normalisht që si më thon shtimi tek xhindët nuk është si tek njerëzit, pastaj brenda le të themi kësaj race janë të ndarë në ata që janë të betuarit, që janë, si më thon, kanë ruajtur linjën e babait të tyre, dhe kemi pjesën tjetër xhindët që janë xhindët normal, të cilët janë si njerëzit, ka prej tyre të devotshëm, ka prej tyre të përkushtuar, ka prej tyre le të themi të mirë, domethënë që nuk përzihen as pak me njerëzit. Ajo që s'duhet ta harroj, domethënë në raportin ton si njerëz me xhindët, tek sjellja e me xhindët, është e parë të besojmë këtë që po trajtojmë bashkë, pra nuk mund sillemi me xhindët ose nuk mund kemi një kod sjellje, po nuk besuam, po nuk e ditëm se si janë krijuar dhe këtë ne e trajtuam, dhe gjëja më e rëndësishme që mua më intereson ta them është prej sjelljes korrekte me xhindët është që nuk duhet kemi frikë prej tyre. Sepse njeriu në natyrën e tij fjalët e përfolura, llafet që thuan kur dëgjoni po xhindët, edhe mund të bëhet edhe me fiksime. Ka shumë njerëz për shkak të asaj që dëgjojnë për xhindët, ekzistencën e xhindëve, fantazmat e ku dëgjojnë etj. Dhe fillon të jeton me frikë duke sikur e ndjekin, sikur e shohin. Origjina në raportet tona si njerëz me xhindët është se ne jemi më të zgjedhur dhe më të fortë se sa xhindët. E vetmja gjë që ato dallojnë nga ne se nuk i shohim dot. Por në të vërtetë njeriu është shumë më i fortë. Pse? Nëse do të krahasojmë baltën edhe flakën, kush është më e fortë? Padyshim që balta është më e fortë se sa flaka. Kush e mbyt tjetrën? Normalisht e mbyt po ti krahasosh, nëse ke zjarr, me çfarë mund ta fikësh? Me dhe mund ta fikësh. Ndërsa zjarri sado që të jetë i fortë nuk e mund dot baltën ose nuk e mund dot dheun. Nuk po flasim për përmasat më dha, po flasim për përmasat për afërta, e para. E dyta, njeriu është më i fortë sepse njeriu ka Kur'anin, lexon Kur'anin, fal namazin e tjerë. Pra ne si njerëz kemi shumë arsye për të qenë më të fortë se sa xhindët dhe ne nuk duhet të kemi frikë dhe ne nuk duhet t'i paramendojmë gjërat ose nuk duhet që të mendojmë se po na ndodh diçka apo po na ndjek diçka. Bile kam një fjalë shumë bukur të Imam Suyutit, i cili thotë nëse njeriu e ushqen veten e tij, sikur po e ndjek diçka, sikur normalisht që do të fillojë të bëhet fiksim. Për këtë arsye thonin, nëse njeriu i vin mendime të tilla, duhet të ndalojë menjëherë edhe me qetësinë më të madhe të shohë dhe do të shohë se nuk ka asgjë, as ka krau majt, as nga krau djath, as nuk po e ndjek diçka nga mrapa. Thjesht është fiksimi i njeriut. Pra, le të themi prej sjelljes tonë me xhindët, le të themi, mbasi ti besojmë, masi të dim se si funksionojnë dhe ekzistojnë, është që ne nuk duhet kemi frikë prej tyre, sepse njeriu është më i fortë se sa xhindët. Jo, o që nderuar ju tha, masi ne besojmë në ekzistencën e tyre, po jo në kuptimin që t'i adhurojmë si Zot. Ndërkohë në surën Xhind thuhet që disa njerëz kërkojnë ndihmë tek xhindët dhe i ashton atyre arrogancën. A lejohet që njeriu të kërkojë ndihmë ke xhindët? Unë do ta sqaroj pak edhe më interesant është kur Zoti ju thot me lajkeve në botën tjetër. A juve ju adhuruan njerëzit? Me lajket çfarë thonë? O Zot, kur? Po kanë adhuruar xhindët dhe kanë menduar se po adhurojnë me lajket. Tani çfarë ndodh me njeriu? Njerëzit nga padia, nga frika e asaj që është e pahetueshme, normalisht në situata të caktuara, në rrethana të caktuara kërkojnë ndihmën e xhindëve, duke i kthyer ato në zota përveç Allahu xhel xhelaluhu. Ose xhinët losin me njerëzit dhe shfaqen me drita ku dëgjojnë etj dhe njerëzit mendojnë se kanë të bëjnë me melajket dhe mendojnë se tani nuk po kanë punë më me xhinët, po kanë punë me engjëj etj. Në të gjitha rastet, qofshin engjëj, qofshin xhind, qofshin profet, qofshin eulia, qofshin kushdo qofshin, nuk lejohet adhurohet askush tjetër veç Allahut. Asgjë nga aktet e sublimitetit të adhurimit nuk lejohet t'i kushtohet kujt tjetër veç Zotit, as xhinëve, as engjëjve, as profetëve dhe as kujt. Pra ne muslimanët, dhe mendoj që kjo është, le të themi, një nga pikat më brillante të forta që ka Islami është se raportin e kemi vetëm me Zotin gjithësisë. Çdo kusht tjetër përveç Zotit është krijesë dhe nuk lejohet t'i mbështetemi, nuk lejohet t'i lutemi, nuk lejohet të kërkojmë prej tij etj. Kështu që në këtë pjesë Islami është shumë i qartë, është shumë i thjellët. Njeriu nuk duhet të orientohet në jetën e tij nga orientimet e xhinëve etj. Sepse çfarë ndodh? Si mund të orientohet njeriu në këtë botë nga kahu i xhinëve? Në botë ka fallxhor, ka magjistarë etj, të cilët
për t'i shpëtuar njerëzit nga hallet, cikletet e tjera, i orientojnë që të bëjnë akte caktuara faktikisht që janë në shërbim të xhinëve. Për shembull, shkon filan vend dhe atje therr një dhë të zezë, të ja jep me tekst. Shkon filan vend dhe therr një pulë të zezë. Shkon filan vend dhe bëj këtë veprim. Pra, ati ja kërkon, shkon filan vend të derdh sheqer, shkon filan vend bëj këtë veprim. Domethënë që do të thotë magjistari apo fallxhori ka një pakt me xhindët, i cili thotë, unë do të bëj ty disa akte adhurimi dhe ti kur të vi dikush që të bëj këtë gjëra do të thotë se e kam sjellë unë dhe ti duhet të largohesh prej tij ose duhet ta ndihmosh edhe etj. Në surën El-Xhin Zoti përmend pikërisht këtë fakt. Ka qenë një luginë e madhe që ka qenë një luginë e errët dhe e frikshme. Dhe sa herë që beduinët, le të themi arab, kur futeshin në atë luginë, ndodhin le të themi trazira. Ke parasysh ka disa rregullime që quhen të karvanit. Mutatafilinët, lloj xhinësh, të cilët thjesht nuk bëjnë gjë kështu po 3000 njerëz, e kupton? Kush reagon merren me të pastaj. Kanë kesa ta fusin lojë. E ke parasysh, je duke ecë për shembull, me të vërtet bie guri diku. Nëse ti fillon dhe e merr me frikë, do të bie guri tjetër, fillon historia. Në momentin që ti bie guri dhe vazhdon, as s'ia var fare, okay, dhe ato largohen. Në këtë luginë ndodhin pikërisht këto fenomenesh që xhinët ngacmonin karvanet. Dhe njerëzit e merreshin me shumë frikë se diçka e padukshme që ndërhynte në jetën e tyre, edhe çfarë thonin? O i pari i kësaj lugine, o kryegjindi i kësaj lugine, ne kërkojmë mbrojtjen tënde që ushtarët e tu mos na ngacmojnë. Edhe me të vërtetë, me ta thënë këtë fjalë, nga ky moment derisa kalonin luginën në cepin tjetër, nuk i shqetësonte asgjë. Mirë, kjo i çonte xhinët në një lloj vetbesimi dhe një lloj mendemallësie, se nga ngacmues, le të themi, rrugeçër, fillon ta ndjejnë veten se dikush po i kërkon. Zotërt njerëzve. A kupton? Edhe fillon, domethënë, ta merrnin veten, ta konsideronin veten se janë diçka. Dhe kjo më kujton në një hadith të bukur pejgamberit alayhis salam që tha, kur rrexohet kafsha e ndonjërit për jush dhe thot mallkuar qoftë djalli, mallkuar qoftë shejtani, domethënë, thot shejtani kënaqet dhe fryhet bëhet thot sa një shtëpi, me kuptimin zmadhohet, bëhet me ndje madh. Ndërsa nëse njëri thot bismillah, ai thot bëhet sa i miz. Pse? Kur ti thu mallkuar qoftë shejtani ose të marr drejtja, ku dëgjon etj, i dhe vlerë atij. Pra, domethënë sikur ti e bëre këtë gjë. Kurse kur ti thu bismillah, me emrin e Zotit, u rrëzu bismillah, ai me të vërtet zvoglohet. Kështu që ne, domethënë, themi edhe kjo pjesa e sjelljes me xhint, prej gjërave ose pasvordeve më të suksesshme në raportet me xhint është thush bismillah. Po të nderuar, domethënë duket pak a shumë sikur bota jonë është bota e ditës për aktiviteti që neve bëjmë gjatë ditës, ndërkohë bota e atyre është bota e natës, e aktivitetit që ato mund bëjnë gjatë natës, dhe kjo dashje pa dashje krijon dhe atë enigmen. Por që në fillimet e para nga Ademi me armiqsinë e tij me Iblisin, a janë gjithmonë xhindët ose shejtanët më saktë ato të cilët e çojnë njeriu në deformime trupore, e çojnë njeriu në deformime konceptuale, pra duan sikur njeriu ta çojnë humbje së s'bën sepse i kujtohet origjina e këtij konflikti. Atëherë, për sa i përket le të themi botës së xhinëve, ata funksionojnë edhe ditën. Domethënë mirë po le të themi shejtanët, ata le të themi ata të këqijt, funksionet më të mëdha i bëjnë natën, ndërsa xhindët si botë xhindësh funksionojnë ditën edhe natën. Pra xhindët si natyrë, si bashkësi i jetojnë të dyja kohët. Mirë po, dyndjen më të madhe që e kanë ata të këqijt prej tyre e kanë natën. Për këtë arsye dhe profeti alayhis salam thoshte, natën futini fëmijët në shtëpi, sepse është një moment që xhindët, domethënë shejtanët, domethënë kanë më shumë efekt. Për këtë arsye dhe po ta shohim në surën El-Falaq, thot Zoti i Madh Allahu xhalla xhelaluhu, "Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq." Falaq, min sharri ma khalaq, min sharri ghasiqin idha waqab. Pra, edhe nga e keqja e natës kur ajo mbulon gjithçka. Pse? Sepse ata pak janë të padukshëm. Pak është nata, pak është natyra e njeriu që kur s'ka dritë, domethënë krijon një lloj fobie nga ambienti, nga jeta kështu me radhë, edhe domethënë bëhet një efekt i dyzuar apo i trezuar. Për këtë arsye domethënë besimtari domethënë në situata të tilla me namazin e akşamit ka pastruar gjithçka, me leximin e ajetit kursi në dhikrin e mëngjesit dhe darkës
ka pastruar gjithçka. Me leximin e surave Kul huwallahu ahad, Kul a'udhu birabbil falaq, Kul a'udhu birabbin nas, ka mbrojtur veten e tij dhe është situata shumë kontroll. Për besimtarin nuk ka pse të ketë fobi. Vim tek pyetja juaj. Armisia, domethënë nuk është se ka filluar, domethënë nga të gjithë xhindët. Ne kemi, le të themi, bravo. Tek xhindët ne kemi një kategori të caktuar, të cilët ata neve na kanë shpallur, që është iblisi dhe le të themi një seksion i bijve të tij që janë djajt edhe shejtan. Ndërsa pjesa tjetër jo. Pjesa tjetër janë besimtar. Pra ka për xhindëve, për shembull, le të themi që shkojnë haxh. Ka për xhindëve që janë të rregullt me namazin, me zakatin, me agjërimin, ka për xhindëve që prezantojnë në mësime që ne nuk i shohim, ama që prezantojnë, janë ata. Megjithatë iblisi ja vendoset e kurorën atij të shejtanit i cili e ndan burrin nga gruaja. Atëherë le të themi prej formave, le të themi të sjelljes tonë me xhinët është se nuk duhet të ndikohemi prej tyre në jetën tonë. Normalisht që xhinët e orientojnë njeriu, shejtanët tamam më saktë, e orientojnë njeriu tek e keqja, tek bërja e të keqes. Për këtë arsye themi ne Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri al-waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Pra kemi një xhind, le të themi apo një shejtan, më mirë më saktë, që vazhdimisht e orienton njeriu tek e keqja, siç e kemi një melek që orienton njeriu tek e mira. Për këtë arsye njeriu për çdo lloj situate në jetën e tij ndihet i dyzuar. Për çdo rast, pavarësisht sa i thot, aty e ka atë mendimin tjetër, bëj ose mos e bëj, qoftë për mirë, qoftë për keq. Pra kemi inspirimin apo fryrjen që jep djalli në zemrën e njeriu apo engjëlli në zemrën e njeriu. Për këtë arsye, do të them, për sa i përket rastit në fjalë, duhet që ne, do të them, të përmendim Zotin, ta çojmë mendjen tek Zoti, mos ta kemi mendjen tek këto, le të themi, ngacmimet dhe frymëzimet që na vijnë prej djallit të mallkuar, sepse është normale që njeriu në jetën e tij të ketë edhe ngacmime të tilla, por i sakti dhe korrekti është ai i cili nuk i përgjigjet, është ai i cili e neglizhon, i cili e lën masdore. Pra ideja është domethënë që ne duhet kemi parasysh domethënë se kjo armiqësi nga shejtani dhe bijtë e tij është një armiqësi, le të themi, ADN-je. Pra ata janë të fokusuar tek bota e njerëzve. Për këtë arsye, po ta shohësh Kur'anin në surën Kaf, paraqet Zoti melekun si flet para Zotit në botën tjetër dhe xhindin ose shejtanin i cili vazhdimisht e ka çuar njeriu nga e keqja. Për këtë arsye tha Zoti, çojini të dy, u thot me lajkeve, merreni të dy dhe hidheni në dëshkim të ashpër. Pra nuk mund të arsyetohet njeriu se unë s'pata faj se shejtani më tha, as nuk mund të arsyetohet shejtani që thot gjallë se unë vetëm i thash, jo të dy bashk. Ama ne duhet kemi parasysh diçka. Njeriu është si i hap ai dyert shejtanit. Pra mund t'i hapësh derën dhe ta bësh atë udhëheqësin e jetës tënde dhe mund t'ia mbyllësh derën dhe pra është njeriu në fund fare ai që ka përgjegjësinë kryesore. Pra ne nuk mund të themi se shejtani, or zotni, shejtani nuk të mori ty fizikisht të çojë tek e keqja. Ai ka bërë punën e tij, siç thot në ligjëratën e tij të lamtumirës para se të përfundojë në zjarrin e xhenemit. Çfarë tha? O njerëz, tha, unë nuk kisha pushtet mbi ju. Thjesht ju flitsha, thjesht ju orientoja dhe ju mu bindët. Prandaj ta mos më qortoni mua, se nuk është faji im. Po qortoni veten tuaj, se Zoti ju ka bërë të qartë gjëra. Profeti erdhi, Kur'ani erdhi, çdo gjë është e qartë, çdo gjë është e kthjellët, ju pastaj thuaj për shejtanin. Po më zotni se ti, po mos ta ndjekësh, nuk është shejtani i shkon të gjithë njerëzve dhe profeti alayhis salam i ka shku shejtani, edhe Abubekrit, Omerit, të gjithë njerëzve ka shku shejtani. Po pse nuk pati efekt tek ata? Thjesht sepse nuk e dëgjuan. Kjo është ndarja, domethënë, e dëgjon apo nuk e dëgjon. Le të dalim pak më fal tek kjo që ti përmende, që ishte çështja e iblisit në raport me familjen. Normalisht iblisi ka, le të themi, disa prioritete. Shejtanët kanë disa prioritete në jetë. Prej prioriteteve që kanë shejtanët në jetë është t'i largojnë njerëzit nga besimi në Zot. T'i largojnë njerëzit nga besimi në Zot, pra ateistët. T'i largojnë njerëzit nga besimi në fe, në agnostikët. T'i largojnë njerëzit nga Islami, duke i dhënë çdo lloj alternative tjetër. Ore bëu pagan, bëu budist, çdo lloj besimi, e rëndësishme mos pranojnë Islamin. Nëse pranojnë Islamin, mundohen që brenda Islamit të shpikin idhujtarizma nga forma nga më të ndryshmet, që ti edhe pse thu la ilaha illallah, në fund fare shkoj falesh varrit apo i kërkon apo forfohesh nëpër male, nëpër kodra, me kurbane, nëpër lloj-lloj gjërash e vendesh etj, gjë që ti faktikisht edhe pse thu la ilaha illallah, ka diçka që bie ndesh me fjalën la ilaha illallah. Nëse nuk mundet as këtu, atëherë mundohet që ti fusi njeriu ose le të themi për synimeve që ka iblisi, është që të shkatrojë familjen.
Pra më njëherë mbas Zotit, synimi objektivi është shkatrimi i familjes. Pse? Ai ka një formë shpërblimi që nuk e bën për asgjë tjetër. Thot dikush, pejgamberi sa më ka thënë, Iblisi çdo ditë i mbledh ushtarët e vet nëpër botë që ka shpërndar. Thot, çfarë keni bërë sot? Gjithë secili vjen dhe raporton, si më thënë. Normalisht është botë gajbi, nuk e dim ne shpejtësinë dhe se si funksionon, por e rëndësishme. Thotë dhe gjithë secili vjen dhe raporton. Derisa vjen një kategori xhinësh, janë ata të cilës ju thonë ne ju kemi vu filanit dhe filanës, ky kësaj familje, kësaj familje, në gjithë botën, çfarë është bërë dje, si më thënë, lajmet e ditës. Thotë derisa i ndava, arrita që ata të ndahen. Atëherë thot Iblisi dhe të gjithë dëgjojnë, thot ky e ka bërë punën ashtu siç duhet. Zbret Iblisi nga froni i tij, se ai ka një fron, dhe e heq kurorën nga koka e tij, se ka një kuror pa qenë për të mashtruar, për të thonë vetes mbreti juaj, dhe ja vën atij për disa kohë, për disa momente në kokë që ai të përjetojë le të themi një lloj kënaqësinë e të qenit mbret, dhe për të thënë të tjerëve se puna më e mirë që mund të bëjë njeriu në këtë botë është shkatrojë familjen. Për këtë arsye, çdo lloj thirrje sot në këtë botë, e cila i shërben shkatrimit familjes, nuk është gjë tjetër vetëm se bindje ndaj djallit mallkuar. Për këtë arsye dhe ne si musliman, në jetën tonë bashkëshortore, nuk duhet të zmadhojmë gjërat më shumë se ç'duhet. Nuk mund të shkatrojmë familjen, një institucion i cili fillon në këtë botë dhe mbaron botën tjetër në xhenetet e Zotit, për arsye nga më koti për gjëra të cilat faktikisht po ti analizoj njeriu me qetësi e kupton që në fund fare gjëra koti. Shumë raste ndodhen divorcet kur i analizon mas 5 vjetësh për shkak një zënke, për shkak se tha nëna kështu, për shkak se nusja e tha kështu, për shkak se erdhi vonë apo doli herë të muhabete që po të analizosh, domethënë nuk ja vlen të shkatronte familja dhe të shkatroi gjithçka në emër të asaj që ndodhi. Pra, le të themi prej sjelljes tonë me xhindet, le ta kthejmë si pikë, sjellja me xhindet është që mos t'i bindemi në inspirimet që ato na japin për Islamin, për besimin, për familjen, për paragjykimin mes njëri tjetrit, pra mos ta dëgjojmë. Sjellja jonë korrekte me xhindet është, me shejtanët është që mos i dëgjojmë sa herë që marrim inspirime prej tyre në dëm të besimit ton, apo në dëm të familjes ton, apo në dëm të shëndetit ton. Si në dëm të shëndetit ton, po, ka inspirime dhe le të themi kështu frymëzime, yshtje nga djalli mallkuar apo ushtarët e tij që njeriu të japi fund jetës. Po pse? Si? Thotë kjo jetë s'ka kuptim, lodhje mundim, edhe çdo lloj ekstremiteti tjetër. Domethënë apo të vrasi veten apo të dëmtohet etj. Prej sjelljes tonë shëmtimi i njeriu. Desha ta them. Pra prej sjelljes tonë me xhindet është mos t'i bindemi kur ato na orientojnë për të ndryshuar krijimin e Allahut. Deri dje krijimi i Allahut ishin tatut. Deri dje krijimi i Allahut ishin ku dëgjon ca gjëra kështu kot. Ndërsa krijimi i Allahut, ndryshimi i krijimit të Allahut sot ka shkuar deri në ndryshimin e gjinisë. E po këtë Iblisi, po ta shohësh në Kur'an, çfarë thotë? Unë do t'i urdhëroj ata që do të shpojnë veshët e kafshëve, do t'i urdhëroj ata që të ndryshojnë krijimin e Zotit. Pra, domethënë kanë arritur në një fazë që subhanallahu thotë, mashkulli kthehet në femër dhe femra kthehet në mashkull. Domethënë, pa nuk kemi të bëjmë me një ndryshim tatuazhesh apo ku dëgjon ca gjëra kështu. Kemi të bëjmë me një ndryshim subhanallahu. Domethënë, shiku ka arrit si më thënë, paudhësia e Iblisit dhe ushtarëve të tij dhe shiku ka arrit, domethënë meftësia e mendjes njerëzore që deri në këtë shkallë ti bindet Iblisit dhe mos të kënaqet me krijimin e Zotit. Hoxhë nderuar, ke fete të tjera ekziston ajo mendësia që shejtani është mbreti i kësaj bote, ndërkohë në Islam kjo është pak a shumë e ose mbreti i ferrit, ose kujdestari mbi ferrin. Pra kujdestari mbi ferrin, por edhe mbreti i kësaj bote, sikur ai e zotron këtë botë dhe e jep kujt të dojë. A është saktë kjo? Absolutisht në Islam jo. Qulillahumma malikal mulk, o Zot ti je mbreti i mbretërive të vërteta, ti je zotëruesi i gjithçkaje. Ja jep këtë botë kujt të duash ti dhe e ja heq këtë botë kujt duash ti. Pra ne muslimanët besojmë se Iblisi s'ka asgjë në dorë. E vetmja gjë që ka në dorë Iblisi dhe soji i tij është ngacmimi apo yshtja apo inspirimi i njerëzve për të bërë keq. Asgjë tjetër, as në këtë botë, as ferrin nuk është ai që e menaxhon absolutisht, ai do të jetë një nga krijesat më të poshtruara në ferr, domethënë. Hoxhë nderuar, për ta përmbyllur pjesën e parë të misionit ton, njeriu përbëhet nga shpirti. Pra nëse njeriu e mbush shpirtin me besim, ose lexon fjalën e Zotit që është Kurani, ose bën lutje,
A ka armë të tjera të cilat i përdor njeriu dhe ai fuqizohet kundrejt shejtanëve dhe xhinëve? Prej sjelljes tonë korrekte me xhindët është që ne të jemi të mbushur mirë në shpirt me adhurimin e Zotit. Pra sa më afër Zotit, sa më afër Kur'anit, sa më afër namazit, sa më afër përmendjes Zotit, sa më larg gjunaheve të mëdha, aq më shumë jemi të mbrojtur. Pra nuk ka një filozofi të madhe se si të mbrohem nga xhindët. Po që mirë me namazin, po që mirë me dhikrin e mëngjesit dhe darkës, me dhikrin, pra përmendjen e Zotit, kur çohesh prej gjumit dhe kur bie në gjumë, me largesën le të themi nga haramet dhe gjunat e mëdha të paktën, domethënë njeriu të largohet prej tyre. Pa edhe nëse bie të paktën, duhet pendohet të përmendi Zotin. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e përmendjes Zotit. Përmendja e Zotit është le të themi një nga mbrojtjet më të shpejta në sulmin që mund na vinë nga xhinët apo nga shejtanët. Për këtë arsye, në një hadith të saktë, pejgamberi alayhis salam tha, takohet një ditë në rrugë Isai alayhis salam edhe Jahja, gjon pak zori, dhe i tha Isai alayhis salam gjon pak zorit Jahjas, i tha, a do t'i urdhërosh njerëzit për atë që ka thënë Zoti apo ti mbledh unë? Jo, ta do ta bëj unë këtë punë sonte. Dhe atë natë, thot pejgamberi alayhis salam, mbushet tempulli plot të gjitha le të themi ato katet e xhamisë, domethënë. Dhe gjon pak zori Jahja alayhis salam i drejtohet njerëzve dhe ju thot, o njerëz, Zoti më ka urdhëruar për 5 gjëra që t'ju ja them sot. Dhe një nga këto 5 gjëra thot, më ka urdhëruar që ju ta përmendni Zotin shumë, sepse shembulli i atij që e përmend Zotin është si shembulli i një njeriu, të cilit janë vënë armiqt nga pas. Dhe ai gjen një kështjell dhe futet në kështjell dhe mbrohet në të, domethënë mbyll portën e kështjellës. Thotë kështu është dhe shembulli i njeriu i cili e përmend Zotin. Për ta ilustruar dhe me një rast nga jeta e pejgamberit alayhis salam, kush thot në mëngjes apo në darkë 100 herë la ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, thot Zoti do t'i japë shpërblime thot, dhe do ta vejshi me një mburoj që xhindët nuk i afrohen dot, nuk e dëmtojnë dot. Dhe dërgon njëri për profesorëve tan, i njohur, profesor Khalid Hipshi, thot kur bëjmë rukje, gjithmonë e bëjmë këtë lloj dhikri përpara rukjes. Dhe nëse ndonjëherë harronim, kjo neve na jepte e ndjenim goditjen që na vinte prej tyre kur ne kishim harruar të bëjmë eksorcizëm, për në kohën e eksorcizëm. Po është dhe ajo lutja tjetër hoxh kur del nga shtëpia, pra është ajo lutja. Le të themi prej formave të mbrojtjes ndaj tyre është që ne të lexojmë ajetin kursi çdo darkë dhe çdo mëngjes. Kush e lexon ajetin kursi para gjumit, një melek e ruan deri në mëngjes, dhe ka një hadith saktë që thotë kush e lexon mëngjes, një melek e ruan deri në darkët. Korreksia me dhikrin, siç e tham, kemi le të themi disa le të themi lutje më specifike, siç është lutja kur del nga shtëpia. Pra nëse njeriu kur del nga shtëpia thot bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah, ju thot shejtani atyre grupit që po presin njeriu ndali nga shtëpia, thot ti s'kemi ç'i bëjmë sot. Po ashtu dhe kur futet në shtëpi. Kur futet njeriu në shtëpi, shoqërojnë dhe shejtanët që duan të futen në shtëpi, përfitojnë le të themi prej të mirave materiale që ka shtëpia e njeriu, si më thon. Dhe në momentin që njeriu thot bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna, pra si ajo duaja që ishte kur doli nga shtëpia, ju thot ai le të themi shejtani atyre që janë gati për të futur stop, thot s'futemi dot. Pra përmendja e Zotit është shumë efikase, pra le të themi e ka efektin të menjëhershëm në stopimin apo në ruajtjen dhe në mbrojtjen nga le të themi ngacmimet apo yshtjet apo dëmët që mund të na vinë nga shejtani i mallkuar apo ushtria e tij. Hoxhë nderuar, shkëputemi për pak minuta dhe ritakojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të dashur të shikuesja, kur i takuam në pjesën e dytë të emisionit ton, jemi me hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kalaja. Hoxhën e nderuar, ne pak a shumë po flisnim në lidhje me xhinët, me mënyrat e mbrojtjes besimtarit ndaj tyre, por ajo që ndodh në jetën e përditshme është, domethënë se disa njerëz shkojnë edhe mendojnë që një magjistar ose një hoxh në thonjza ose fallxhor mund ta ndihmojë njeriu kundrejt xhinëve. Sa e saktë dhe kjo, dhe si është mënyra ose rruga e saktë për tu mbrojtur ai ose për tu shëruar? Atëherë, nëse do të flasim për raportet tona me ata, është që mos shkojmë tek këta njerëz, është për raporteve dhe sjelljeve më korrekte tona me xhindët, që ne mos shkojmë pikërisht tek këta njerëz. Është e vërtetë që ekzistojnë disa njerëz, ata asnjëherë nuk e quajnë vetë magjistar, për këtë ti je i sigurt.
rob i mirë, evlia, ku e di unë, Fallxor. Jo, nuk e thon vetes, as magjistar, as fallxor, sepse tek njerëzit I thënë shkenca okulte, e veshin të me shkenca okulte gjëra. Japin emra të bukur, domethënë asnjëherë nuk i thon vetes që ne jemi fallxor, sepse domethënë tek populli fallxor nuk kupton edhe atë që bën fall për keq, ose magjistar nuk kupton edhe atë që bën magji për keq. Jo, ato e shfaqin veten si mjek popullor, si shëruesit me bioenergji, e ku dëgjon kështu termash që energjia e shtatë, si kanë disa terma të cilat shqisa e shtatë e kështu me radhë. Faktikisht këta njerëz janë dy kategori. Ata të cilët domethënë nuk e kanë kthyer këtë gjë, si më thënë, në një rrugë për të adhuruar djajt, dhe ata të cilët e përdorin këtë gjë siç thot Zoti dhe i dërguari i tij sallallahu alajhi wasallam. Pra njerëzit që merren me këtë punë nuk janë të gjithë njësoj. Janë, si më thënë, si mbas përmbajtjes, jo si mbas emrit. Që do të thotë, ka për tyre që janë shumë korrekt, punojnë sipas Kuranit, sipas hadithit të Profetit alayhis salam, janë rregull. Ka për atyre që nuk janë korrekt, që do të thotë nuk merren fare as me Kur'an, por mund ta përdorin Kur'anin, që do të thotë kur shkon ti tek ai gjen aty Kur'anin, sepse ai po e përdor për mashtrim, ose hap Kur'anin para vetes vet, do të krijojë një shenjë besimi. Do më thonë, ti duhet të kesh i qartë se ai njeri që merret me këtë punë duhet të ketë ai disa, le të themi, duhet të jetë njeri me namaz, duhet të jetë i diplomuar për këtë punë, duhet të ketë patjetër një licencë, duhet të ketë patjetër një rekomandim të saktë, dhe jo ne të orientohemi nga fjalët e njerëzve, filani bën, ai na ka bërë mirë, ai na bashkoi se ishim ndar, ai na bëri. Nuk është ky argument. Pra, dhënia e efektit për problematikat që mund të kenë njerëzit nuk është argument se është në të drejtën, është si puna e dikujt që thotë unë piva raki po u shërova. Po kjo nuk do të thotë që rakia është halal, pse u shërove ti? Sepse mund të ketë 1000 llojra të tjera ilaçesh që ti mund të shëroshe pa përdorur rakin. Edhe këtu kemi të bëjmë me shirk, kemi të bëjmë me dhujtari, parashikuesit e të ardhmes. Këta që merren me magjira, këta që bëjnë rregullime, le të themi jetësh apo fat, tesh, e ku dëgjon, po pa u mbështet në atë që thotë Zoti apo pejgamberi sa të gjitha janë sharlatanë dhe mashtrues. Edhe pse mund të kenë efekte pozitive për problematikat njerëzore, kjo nuk justifikon punën e tyre. Pra nuk e bën halal, nuk e bën të lejuar. Po çfarë duhet bëjmë ne? Duhet shkojmë tek një imam, duhet shkojmë tek një hoxh, i cili është i licencuar, jo hoxh që i thot vetes hoxh, edhe kur e pyeti, a din arabisht? Jo. A ke mësuar për këtë punë? Jo. Po nga e ke marrë? Jo, po e kam marrë nga babai, i cili e ka marrë nga babai i tij, e kemi me dorë, e kemi me trashëgimi. O zotni, kjo nuk është zanat hidrauliku që e merr nga babi, apo nuk është zanat që e merr nga të parët, është diçka që mësohet, studiohet, edhe ecën në atë rrugë njeriu. Kështu që ne domethënë duhet të jemi shumë të kujdesshëm, ne si njerëz duhet të jemi shumë të kujdesshëm sepse ka shumë prej këtyre të cilët i përdorin xhindet për interesat e tyre. Po, është e vërtetë që kur kanë shkuar njerëz në këto vende apo tek këta njerëz ka pas raste që janë shëruar, ama kjo është provë prej Zotit, që ti do të lidhesh me Zotin apo do të lidhesh me njeriu. Dhe normalisht është pjesë e marrëveshjes që ata bëjnë me xhindet që luftojnë apo të dalin mbrojtje këtij personi i cili në fund fare adhuroi. Kush është qëllimi i iblisit kryesor, thamë ne më herët, që njerëzit i largojnë nga Zoti, nga adhurimi i Zotit tek adhurimi i vetes tij. Dhe në momentin që ti adhuron iblisin, absolutisht iblisi edhe mund të bëjë shërbime. Po çdo këto shërbime kur ti ke shit shpirtin tek djalli i mallkuar, kur ti fiton zjarrin në xhenemin, çdo atë shpërblim. Më mirë me vujt njeriu, me pas sikletën jetë, s'ka problem. Ama në fund fare fitoj xhenetin, sesa t'ia shes shpirtin djallit të shërbej. Djallit apo të bëj akte që më kërkohen nga djalli apo le të themi delegatët e tij në tokë, ta magjistarët, fallxorët e tjerë, edhe unë të jem mirë në këtë botë. Jo, më mirë me vuajtje fitoj xhenetin, sesa pa vuajtje të fitoj iblisin e të fitoj zjarrin e xhenemit. Pra thjesht e bëra pak, më fal se e zgjata, pra ideja është njerëzit janë prirur, e rëndësishme të dalin mbi problemin. E rëndësishme të bashkohemi. Po jo më zotni, nuk është kjo e rëndësishme. E rëndësishme është të kënaqim Zotin. E rëndësishme është të kuptojmë se ne kemi ardhur në këtë botë për t'u sprovuar dhe qëllimi jonë në këtë botë është ta adhurojmë Zotin. Qëllimi jonë në këtë botë është ta bëjmë këtë botë sebeb që të fitojmë xhenetin. Ky është qëllimi jonë kryesor. Sepse vujtjet dhe sikletet nuk kemi ardhur në këtë botë për të mos të vuajtur. Sepse i bie që ne të jemi në xhenet dhe mos të jemi në dynja. Kështu që njerëzit nga që mërziten shumë shpejt, nuk duajnë dhimbjet, duan çdo lloj zgjidhje e rëndësishme të bëhet, jo më zotni. Ti edhe zgjidhjen duhet ta gjesh halal. Pra ne nuk jemi nga ata që thonë qëllimi justifikon çdo lloj mjeti. Jo, në Islam qëllimi dhe mjeti duhet të jenë të dyja të justifikuara.
duhet të jenë të dyja të lejuara. Po që ndërruar ju pak a shumë folët për njerëzit, pra për mashtrimi që ndodhin nga magjistarët, nga ato të cilët janë fallxhorë të horoskopeve ose fallxhorë, domethënë që gjëra shikojnë fatin e njerëzve me anë të shejtanëve ose me anë të hyjeve ose me anë të mënyrave të tjera. Por ndërkohë domethënë ne kemi edhe disa mashtrime të vetë shejtanëve. Për shembull siç është zhvendosja e trupave ose disa njerëz për shembull thonë që ekzistojnë UFO-t. Ndërkohë domethënë që sura domethënë e Sulejmanit alayhis salam me historinë e Belkisës përmend një lloj zhvendosje. Pra këtë lloj zhvendosje, daljen e dritave, daljen e shenjave të ndryshme që njerëzit i quajnë ndonjëherë në thonjza mrekulli. Pra këto si duhet i kuptojnë njerëzit që këto janë për shejtanëve? Atëherë, domethënë xhindët me njerëzit sillen sipas raportit të zhvillimit të tyre. Pra, domethënë si të jetë zhvillimi njerëzor, ata i konkurrojnë në atë fushë që njerëzit kuptojnë se kjo nuk është arritje njerëzore, siç ishte rasti që ju përmendët. Transformimi i objekteve nga vendi në një vend tjetër në mënyrë të menjëhershme është përmendur në Kur'an. Pra, ku Zoti tregon për fronin e Belkisës si ai erdhi në moment nga Jemeni në Palestinë. Kështu që domethënë kjo nuk është ndonjë çudi e madhe për sa i përket atyre që besojnë. Mirë, por njerëzit që nuk besojnë fillojnë pastaj të ëndrrojnë. Kjo është një formë. Formë tjetër ka dhe një formë tjetër shumë interesante, që shejtanët trajtojnë njeriu i vinë si me dritë, i thonë unë jam angel, ti je për këtë punë, ti do të shërosh njerëzit e ku dëgjon atë njeriu. Ose shpallin profet. Ose shpallin profet edhe më keq akoma, domethënë. Atëherë cili është instrumenti? Ku ta dallojmë? Instrumenti është shumë i thjeshtë. Peshoje të gjë që ndodh, ngjarjen ose vëre në analizë tek laboratori i Kuranit dhe i Sunetit. Nëse rezulton okay, do të thotë se është okay, nëse nuk rezulton okay, do të thotë se nuk është okay. Nuk është në natyrën e asaj që na ka treguar neve Zoti që me lajket t'ju shfaqin njerëzve, t'ju vinë njerëzve, t'ju japin mrekulli apo t'ju japin njerëzve aftësi të caktuar. Gjithë kjo sipas Islamit s'ka lidhje fare me fenë e Zotit. Pse? Sepse njerëzit janë njerëz dhe duhet punojnë me mjekësinë. Xhindët janë xhindët, kanë botën e tyre dhe me lajket nuk është nga funksioni me lajkeve, nëse e kemi trajtuar edhe në emision, nuk është prej funksionit me lajkeve që t'ju japin njerëzve aftësi të caktuara për të shëruar, për të parashikuar, nuk është pjesë e misionit me lajkeve. Atëherë misioni i Zotit duke ka këtë, misioni me lajkeve duke ka këtë, atëherë nga vjen kjo, nga xhindët. Siç e tha Zoti në Kur'an, ora nuk na kanë adhuruar neve, por kanë adhuruar djajt, kanë adhuruar shejtant, xhinët janë tallë me njerëzit dhe në këtë rast kemi të bëjmë me një tallje ekstreme. Për këtë arsye, viktimë e këtyre muhabeteve nuk bin vetëm se dy kategori njerëzish, ignorantët ose ata të cilët duan ta përdorin këtë gjë si mashtrim për të manipuluar dhe për të marrë njerëzit peng gjatë gjithë jetës tyre. Po të nderuar, si të ruhet njeriu nga zaptimi i xhindit? Pra, ne dim shumë mirë që zaptimi i xhindit mund të vijë për syrit keq, për magjisë ose për dëmtimin që njeriu mund t'i bëjë një xhindi qoftë gjatë natës duke hudhur një ujë nxehtë. Pra, si të ruhet njeriu nga këtë lloj zaptimesh? Atëherë, po e nis me këtë të fundit, hedhja diçka e natën. Shumë njerëz besojnë se të hedhësh diçka natën nuk bën. Nuk është e vërtetë. Nëse hedh diçka natën apo ditën duhet thuash bismillah, vetëm kaq. Për ta hudhi këtë diçka në një fushë ose në një pemë, aty mund të jetë një vend. Dole ti të hedhësh plerat natën me bismillah. Çdo gjë ne si musliman duhet ta bëjmë me bismillah. Çdo gjë, ujin e nxehtë, ujin e ftohtë, therrimet, çdo gjë do ta bëjmë me bismillah. Në momentin që e bëjmë me bismillah, ne jemi të garantuar. Nuk mund të na dëmtojë asgjë dhe askush sepse kemi përdorur kodin. Ky është kodi dhe kjo është ajo që neve na jep mbrojtjen. Pra përdorimi i fjalës bismillah. Përdorimi i fjalës bismillah kur zhvishemi, sepse është ajo që quhet mësyshi i xhinëve, siç ka mësysh nga njerëzit, ka mësysh nga xhinët. Atëherë nëse njeriu kur zhvishet thot bismillah, është i mbrojtur dhe i ruajtur. Falja e namazit e përmendëm, kujdesi, leximi i surave, sidomos i surave të fundit të Kuranit. Pra Feleku edhe suratun Nas, sa më shpesh lexohen, aq më mirë është. Madje unë do të thonë që e kam vënë edhe te këshillat që jap njerëzve, do të thonë leximi i këtyre surave për një kohë të gjatë, për 2 javë apo për 3 javë, çdo lloj efekti që mund të ketë njeriu negativ nga xhinët, nga magjit e ndihmon shumë. Për shembull leximi kur them gjatë 2 orë pa pushim, Ferekut edhe Nasit. Pastaj fryn ujit dhe i fryn vajit, me vajin lyhet ujin e pin, ta bëj këtë 2-3 javë rresht me shpresën e Zotit, gjithmonë është një nga le të themi goditjet më të mëdha që njeriu jep efekteve të mësyshit që mund të ketë në trupin e tij apo efekteve nga sëmundjet e tjera. Hoxhë nderuar, nëse një person është i sëmur, pra është i zaptuar ose ka një magji ose ka ku do të orientohet ai për të shëruar?
Sepse ne e thamë shumë bukur që ka magjistar, ka fallxor, por ka dhe hoxhallar të cilët bëhen me egzorcizmin islam. Pra ku do të orientohet? Atëherë duhet të orientohet tek, siç e përmendëm ne edhe më herë, duhet të orientohet tek njerëzit të cilët janë kompetent, tek njerëzit të cilët janë të licencuar në këtë fushë, tek njerëzit që rekomandohen nga hoxhallarët. Dhe nuk duhet të dëgjoj njerëzit. Pra është njësoj sikur ti për shembull ke probleme me syt. Çfarë bën? Doktor syve. Çdo njeri që të thotë ka doktor sysh të mirë i beson jo. Pyet, ama kur thot dikush që ka pas probleme me syt, ato po. Edhe kjo punë domethënë. Pra çka ke hoxha për të gjetur rrugën e saktë. Nëse ti nuk e di shko pyet, sepse hoxha ndoshta nuk është egzorcist, po mund të orientojë tek një egzorcist i cili punon si masrib i Zotit Sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam. Hoxhë nderuar, për ta mbyllur dhe emisionin e sot pasi u zgjatëm shumë, çështja e nuskave, pra atë ruaj nuskat, e ruaj njeriu nga xhinët, apo njeriu duhet si puna e Ilaçi që duhet ta pik ose duhet ta lexoj Kur'anin që të ruhet. Po, e vërteta kjo është, domethënë që njeriu, domethënë nuskat apo hajmalit nuk ekzistojnë, domethënë me kuptimin nuk është se ka ndonjë transmetim që pejgamberi alayhis salatu wassalam të ketë bërë nuska, dhe nuskat faktikisht kanë to shumë abuzime, pra unë për shembull le të them 98% nuskave që kam hapur, domethënë ishin dy kategori, ato që s'kishin fare Kur'an, Zot na ruaj, po edhe ato nuska ose hajmali që kishin Kur'an, kishte edhe ca gjëra të tjera, ca yje, ca numra, ca shifra, pra që e bën pavlefshme. Vetëm 2% e nuskave që mund të kem hapur, i kam gjetur vetëm Kur'an, 2%. Pra llogarit që mund të kem hap për shembull deri tani mund të kem hap 4000 nuska. Tantë llogarit sa i bjerë 2% në 4000 nuska që mund të kenë qenë vetëm Kur'ani i pastër. 98% o fare Kur'an hiç, ose Kur'ani ishte shoqëruar edhe me gjëra të tjera. Me emra të gjindë që vendosen ato me shenja magjistar dhe shejtanësh. Për këtë arsye le të themi një nga shenjat e një hoxhe të mirë është se nuk merret në këto gjëra. Po çfarë bën? I këndon njeriu. Siç orientoi pejgamberi alayhis salam, tha këndojeni se pas ka diçka. Ose jep librin Buroja muslimanit. Okej, librin Buroja, po edhe yshte nuk ka problem. Pra yshte në Islam është e pranuar, ëh. Ne e dim shumë mirë që yshte në Islam është e pranuar. Pra yshtja dhe jo shkruajtja e nuskave apo pajisja e njerëzve me sepse çan ndodh pastaj. Me kalimin e kohës fillon njeriu edhe lidhet dhe varet dhe mendon se e ka bërë atë s'ka nevojë më për asgjë. Po faktikisht njeriu duhet mbrohet vet, faktikisht njeriu duhet të jetë i kujdesshëm vet, faktikisht njeriu duhet të jetë në raporte të mira me Zotin vet, faktikisht njeriu duhet të bëjë dhikrin vet, duhet bëj kur del nga shtëpia, kur hyn në shtëpi, pra nuk duhet e vura unë tani jam i mbrojtur. Pavarësisht, domethënë nuk e mohojmë faktin se ka pas nga shokët e pejgamberit alayhis salam që e kanë praktikuar le të themi hajmalid me Kur'an, për këtë arsye dhe ne themi kjo është një çështje e cila ka dy mendime, por duke pas parasysh domethënë paditurinë, duke pas parasysh ignorancën, duke pas parasysh abuzimin, ne jemi akoma me fetvan që nuskat nuk lejohen. Allah të shëmbleft hoxha. Amin edhe ty. Të nderuar të shikues, ishim me Hoxha Ahmed Kalajan, folëm për gjindet, për marrëdhënien e armiqsinë e njeriu me gjindet dhe deformimet që i bën ato, për besimin ke Zoti i cili na nderon dhe na fuqizon neve kundrejt tyre, gjithashtu për shkaqet si të mbrojmë prej tyre dhe kujdesit që të kemi ndaj tyre. Inshallah takohemi në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullah.